Seanca për dosjen Metamorfoza është shtyrë për në datën 16 qershor, ora 15. Në këtë seancë, pritet që të lexohej pretenca e SPAK për pjesën e ndarë të veprave të lehta penale. Shkak për shtyrjen e pretensës, mësohet se u bë mungesa avokatit Edmond Prekës, i cili prej disa kohësh shërbente si shofer i biznesmenit Pëllum Gjoka. Nga operacioni SPAK i quajtur Metamorfoza, kanë përfunduar disa persona në pranga, mes të cilëve ish drejtues të lartë të policisë së shtetit, prokuror e biznesmen. Në pranga kanë përfunduar ish drejtori i forcave operacionale në policinë e shtetit, Oltion Bistri, drejtuesi i prokurorisë së Kukësit, Gjevahir Lita, biznesmeni Pëllum Gjoka, Astmer Bilali, Ardit Hasanbenga dhe Edmond Preka. Ish drejtuesi i operacionales, Oltion Bistri, akuzohet për shpërdorim detyre dhe nxjerrje të akteve sekrete, kurse prokurori Gjevahir Lita për akuzën e korrupsionit. Ky i fundit dhe ish zyrtari i policisë, Oltion Bistri, kundrejt përfitimeve monetare bashkëpunonin me anëtarët e grupit kriminal. Në kërkim mbeten shumica prej personave të përfshirë në grupin kriminal, mes të cilëve edhe Ervis Martinaj. Hetimet ndaj tyre nisën në vitin 2019 pas informacioneve nga autoritetet holandeze, belge dhe franceze, që zbardhen komunikimet mes anëtarëve të grupit në rrjetet EncroChat dhe Sky ECC.